30 vjeçare edhe ju keni qenë mbështetës. Kjo tragjedi, që nuk është thjesht tragjedi, po është një tragjedi e krijuar me dashje. Është një tragjedi që ka rënduar dhe çdo vit në vend që të lehtësojsh kjo tragjedi është rënduar edhe më shumë. Sot në këto momente, familjarët përballen në një dhunë psikologjike. Jo se janë mashtruar, jo se janë gënjur, ata janë lodhur nga kjo tragjedi, jo thjesht u humbën fëmijët, jo thjesht u humbën familjarët. Por vendimi i gjykatës italiane ka qenë i padrejtë, i ka goditur dhe njëherë. Është e pashmangshme të thuash të gjendet trupi dhe fëmia 6 muajsh siç ka ndodhur me vajzën e Dilavis Sherifaj, dhe të thot gjykata nuk ka prova, nuk është viktime kësaj tragjedie. Këto viktima kanë dalë në 14 nëntor dhe preje në Vareza. Çfarë keni bërë në këto vite? Në këto vite, të lutem kur të vira. Nga Italia fizikisht. Pastaj. Gjithë këto vite, pasi me jetë fiku. Pas mua në mësim për të bashkuar dine si të e sot një ceremoni kulturore për të këtë lidhje një viktima të tragjedisë së Otrante. Unë kam që shumë e vogël atëherë, por besoj se për këdo të madhe të vogël, kjo tragjedi ka lënë një shenjë që sa do vite të kalojnë nuk mund as të zhbohet, as të zbehet. Kur kam dërguar ftesat dhe gjithë qytetarët, aq sa kam mundur, më kanë ardhur 2 mesazhe. E para, që thoshte se secili prej tyre njihte të mbytur viktima, dhe se të sikur gjithë shelli të gjëmonte të binte në shi, atë gjithsesi do vinte. Në përpora u hap, sepse mbase, shpirti i tyre donte t'u jepte gjithëve ju dhe ne një mesazh, që ne do t'i përkujtojmë çdo vit ata, dhe mungesën e tyre, siç ata ndoshta më shumë se kushdo e meriton me dashuri. Prandaj sot janë 81 karrige bosh, një vend që nuk mundet dot ta mbush asgjë dhe askush. Unë e di që gjithë ne biem dakord vetëm me një gjë, që kur të mirat i ndajnë dhe njëri tjetrin bëhen më të mëdha, ndërsa dhimbjen kur e ndajmë njëri tjetrin na lehtëson sa të pak. Dhe përfitoj nga rasti, e para për një thirrje, që kjo ngjarje të mos jetë thjesht në ceremoni sipas organizimeve të rastësishme, por të jetë një ceremoni e përditshme, me nder, me dignitet, sikurse secili prej viktimave dhe secili prej familjarëve meriton që të përkujtohet. E fundit që unë do doja të bëja si thirrje për shumë, është që në Shqipëri ne më së shumë të gjendemi pranë njëri tjetrit në situata të ndryshme, për t'i qarë hallin dikurit, kur është në vështirësi. Por do doja sot ta mbyllja fjalën time për t'i bërë thirrje kujdo që më dëgjon, për t'i qenë afër njëri tjetrit edhe në të mira dhe suksese, sepse mendoj që sot më shumë se kur kemi nevojë pikërisht për këtë. Shumë faleminderit edhe një herë dhe të paruar qofshin. Në fakt, sa informacion kam, janë bërë edhe më herët aktivitete përkujtimore të përmasave relativisht të mëdha, por kryesisht në përvjetor e 25 vjetor. Normalisht unë mendoj që kjo është një ngjarje që qytetit i dhem, dhe që mendoj me të vërtet që harresa dhem më shumë ndonjëherë se sa vendngjarje që pashmangshmërisht tash më ka ndodhur.
Unë kam pasur si mendim vazhdimisht dhe le të themi ndihem shumë mirënjohëse gjithë familjarëve që më lejuan edhe më ndihmuan në organizimin e këtij aktiviteti dhe shpresoj dhe patjetër që do kem ndikimin që të jetë i përvitshëm jo vetëm në përvjetore, sikurse është ai viti tjetër që do të jetë 30 vjetori i tragjedisë sot Randos. Pse pikërisht ju e morët iniciativë të tillë? Po mendoj për ndjeshmërisë që unë përherë kam patur edhe kam treguar në qytet për të organizuar aktivitete të ndryshme. Thjesht ishte një mendim i caktuar që më erdhi për ta bërë. E ka shkuar në vend drejtësia? Çfarë do të bëhet në vijim nëse ka diçka të hapur? Nuk mund të jem unë që ta them a ka shkuar në vend drejtësia apo jo. Unë mendoj që ajo çfarë ne mund të bëjmë sot dhe që besoj ja kemi dalë në një farë mënyre është që të mos të përsëriten më tragjedi të tilla dhe patjetër gjithë ne kemi patur familjarë që kanë marrë skafet dhe gomonet për të ikur në Itali ose për të emigruar, sot mendoj që jemi në kushte krejt tjera. Kështu që kjo është. Faleminderit. Mend familjarët, po kur dikush ka një dhunë psikologjike, shkon bën pushime, kërkon nga unë pse i e shequr e drejta e vendimit kur të gjithë i kanë prokurat, emrat u janë lexuar në atë vendim, negativ apo pozitiv. Unë kam ardhur nga spitali, në një lokal aty kemi dhe familjar, i kam ledhur dhe ata që kanë humbur dhe ata sa kishin të drejtë ta dinin për të vazhduar më tej. Shumë familjar, çfarë do bëhet këtë, unë këtë kërkoj, shumë familjar gjyqi është mbyllur, por nuk mbyllet një krim. Ky është një krim njerëzor. I bëj thirrje Në Itali. I kam marrë në telefon gjatë gjithë kohës dhe në fund kur mori lekët e saj që kishte vënë dhe kushëri dhe pat burrit për të marrë para, mbylli telefonin edhe nuk përgjigjej më në telefon. Asnjë gjë, është mbyllur procesi edhe ata që morën, ata që s'morën s'marrin, kaq, është mbyllur historia. Vlam dhe nusën e vllai. Bardor dhe burbuqe dhe lire. Kështu që fëmijën e la 16 dhe tjetrin e la 20 vjet. Ai që ishte bashkë me ta 16 shpëtoi, pësoi edhe një depresion që edhe sot është me 160.000 lekë. Zgjodhën Natashën këta, zotrin kush e zgjodhi për kryetarja për t'i përfaqësuar në Itali. Ajo u dall mbushi xhepat sa ve u dha sa su dha në mënyrë private se kështu është. Mbas asaj u zgjodh kjo zonja, se kush e zgjodhi nuk e di. Asgjë. Isla çdo natë me to, për pak ngrohtësi, dashuri e qetësi, sidomos ne dhe me shi atë natë, i me më nuk fjeti, lutej, qante, fliste. Në vetëm disa ditë, i me më ndryshoj shumë, gati nuk e njëja, u dobësua, ishte për herë me zeza, për herë qante. Ishte ora 5 e mëngjesit, më zgjon nga gjumë, më thot të vishem, të dalë me të. Më kisha dashur të fjalën, por më dini, kush guxon të atë i kthente fjalën anës. Që duke ecur me dëgjuan emra e 81 viktimave që ishin nga 3 muash dhe vazhdonin të fruteshin. Dhe duke ecur, dhimbja eci bashkë me ne. Është një dhimbje që si qytet do ta ketë në breza dhe jeton me ne, sepse gjithmonë do t'jetë vështirë të flasësh për tragjedinë e Otrandos dhe dhimbja nuk do të largohet asnjëherë. Një kohë e vështirë për qytetin e përvonin, sidomos për Vlorën, ajo kohë ku njerëzit pan shpresë largimi dhe pan nëpërmjet këtij deti që çuditërisht si burim force dhe energjie për qytetin të kthehesh në një varg të veshtur. Dhe ne ka ploto nagi pjeta në përbotë gjështë të shtuoj mati zotë edhe me këmbeti Qështë shtuoj mati sotë
me këmbë vin, Faleminderit shumë, të paharruar qofshin për ne. Është një nder i veçantë për mua ftesën, për të sjellë përveç zërit tim një elegji, një zë kujtese, dhimbjeje dhe respekti për jetët që u shuan, por që nuk do të harrohen kurrë. Le të jetë kjo këngë një lutje e heshtur, një kujtim i gjallë dhe një përqafim shpirtëror për të gjithë ata që mbetën në zemrat tona. Faleminderit. Kam një derë për të vajtuar, një shëmundje bashkëruar, e qysh nga shekujt e kaluar. Qaj moj se mare plagosur, vajto ti moj në plagosur, mërgimi tjem ti ka sosuror, e ikin e së vinë prapor. Qaj moj se mare plagosur, vajto ti moj në plagosur, mërgimi tjem ti ka sosuror, e ikin e së vinë prapor. 13 vjeç. Zeman Avdiaj, 37 vjeç. Nertil Avdiaj, 11 vjeç. Olsi Avdiaj, 6 vjeç. Irma Greko, 21 vjeç. Kristi Greko, 3 muajshëm. Bardosh Deliaj, 17 vjeç. Zini Muçaj, 27 vjeç. Ermal Gjaka, 18 vjeç. Përparim Amanaj, 13 vjeç. Zylyma Sulejmani, 22 vjeç. Krenar Sulejmani, 27 vjeç. Alban Sulejmani, 4 vjeç. Miran Kaçapo, 28 vjeç. Kozeta Sulo, 21 vjeç. Klodian Sulo, 2 vjeç. Kisherin Sulo, 30 vjeç. Brunilda Seperi, 25 vjeç. David Seperi, 1 muajshëm. Vjoca Kaçupi, 22 vjeç. Vituri Kaçupi, 25 vjeç. Alban vjeç. Maritlen Bardo, Grim Buan, 17 vjeç.